Drejtuesi i strukturës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar Klodian Braho priti këtë të mërkurë në një takim zyrtar ministren e drejtësisë Austrisë Ana Sporer. Ky takim shënon një hap të rëndësishëm në kuadër të forcimit të bashkëpunimit dypalësh mes institucioneve të drejtësisë së Shqipërisë dhe Austrisë, me fokus të veçantë në luftën ndaj krimit transnacional. Takimi i nivelit të lartë vjen në një moment ku Austria dhe Bashkimi Evropian kanë rritur vlerësimin për punën e SPAK në goditjen e korrupsionit dhe krimit të organizuar. Takimi mes dy zyrtarëve vjen në një kohë kur së fundi janë kryer hetime të përbashkëta ku një rol kyç ka luajtur çmontimi i rrjeteve kriminale që operonin përmes call centrave mashtrues, të cilët kanë dëmtuar me miliona euro qytetarët austriak. Ky bashkëpunim është intensifikuar ndjeshëm së fundi pas zbulimit të skemave të sofistikuara, ku autoritetet austriake dërguan informacione mbi përfshirjen e adresave IP shqiptare në mashtrime që kapin vlerën e mbi 30 milion eurove. Përmes programeve të kontrollit nga distanca si AnyDesk, këto grupe kishin arritur të depërtonin në llogaritë bankare të viktimave duke shfrytëzuar territorin shqiptar si bazë logjistike.